Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit të mëngjesit Ritmi i ditës. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me Exona Jasharjen, një emër i njohur për përkushtimin e saj në edukimin e fëmijëve, sportin dhe artin. Si mësimdhënëse edukatës fizike, trajnere futbolli dhe aktore, ajo ka ndërtuar një rrugtim profesional dhe që lë gjurmë. Në këtë intervistë do të flasim për sukseset e saj, punën me të rinjët dhe vizionin për të ardhmen. Përshëndetje Exona dhe faleminderit që na pranove ftesën në shtëpinë tënde. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësi të jam sot me ju. Gjithashtu. Exona, rrugtimi yt profesional përfshin një fushë njëkohësisht disa fusha. Si do ta përshkruaj fillimin e këtij rrugtimi dhe momentin kur e kuptove se suksesi kërkon shumë dimensione? Që prej fëmijë kam qenë një fëmijë që kam dashur artin edhe sportin. Tani, si çdo fëmijë kam filluar në lagje me fëmijët e lagjës me lujt futboll. Futbolli ka qenë sporti që kam dashur tepër. Po në atë kohë kam filluar edhe karate, kam ushtruar një kohë karate, pastaj kam filluar me handballin dhe pastaj me futbollin. Me futbollin jam marrë më profesionalisht. Kam luajtur në shumë klube të njohura në Maqedoni. Pastaj kam ndjekur edhe studimet në këtë drejtim të sportit, edukatës fizike. Dhe kështu nuk ndalova, pastaj fillova me punë edhe në arsim. Gati kam 5 vite 6 që po i bëj tani në arsim. Nuk ndalova këtu, pasi që ndalova me futbollin si lojtare, fillova me i kry kurset e UEFA-s, të FIFA-s UEFA-s. Tani kam bri në kategorinë jam e licencuar me licencën A. Tani kam përvojën si trajnere, kam vazhdu, domethënë këtë drejtim. Kjo është. Po, na flisni pak cili është suksesi për të cilin ndiheni më krenare deri më tani dhe pse? Suksesi që ndihem më krenare është që kam arrit dashurinë e fëmijëve. Domethënë kur hyjnë në bord shkollës edhe ato vrapimet që i bëjnë me dur të hapuna për marrën për qafu, ato ftyrat e gëzume. Kur më përqafojnë, s'ka ndjenë më të mirë, suksesi më i madh është çaja që e kam arrit në jetë. Më thon më shumë ka pjesa e mësimdhënies. Po. Në punën tënde me të rinjët, cili është mesazhi kryesor që përpiqesh të transmetosh për jetën dhe suksesin? Tek të rinjt kisha thënë që gjithçka vjen me punë, asgjë s'është e lehtë. Por në çdo rrugtim ka sfida, nuk duhet mu dorëzu asnjëherë. Gjithë duhet me vazhdu kështu, asnjëherë mos dorëzohen. Kjo është që ju them. Po si e sheh rolin e gruas sot në sport dhe art dhe çfarë mendon se ende duhet të ndryshohet? Sot e shoh më mirë se më herët, por gjithmonë i kena gjykimet në çdo femër i ka përjetu ato, po duhet më mësu me vazhdu rrugën, mos me ndëgju gjanat edhe me punu, me u bo e zoja e vetës edhe me arrit ëndrat e veta. Po, mendon se ka ndryshuar koha ndoshta në moshën kur ke qenë ti më e vogël dhe tash? Po, ka ndryshuar shumë. Tani unë si e shoh në sportin e femnave, aty ka ndryshuar shumë, ka edhe më shumë klube, edhe më shumë vajza që janë të interesume në këtë drejtim. Edhe në shumë sfida tjera, ka në sfera tjera, ka që janë aktive femrat. Ndoshta nuk paragjikohen si më herët? Jo, nuk paragjikohen, po prapë kemi atë se duhet me punu 2 fish për me vërtetu veten që me arritën atë gjë. Futbolli nuk bën për femra. Po. Me qenë se je edhe trajnere, çfarë rëndësie ka aktiviteti fizik në moshë
të hershme dhe si aplikoni këtë në praktikën tuaj të përditshme në shkollë me fëmijët? Aktiviteti fizik është i domosdoshëm për një jetë shëndetshme, sidomos që nga fëmijëria me fillu. Unë mundohem fëmijëve me shti dashnin e sportit, nuk javë imponoj, po du që ata ta dojnë sportin edhe ta bëjnë me gjithë qef. Po ne kemi parë edhe disa nga video që shpërndani në rrjetet sociale. Kjo është ide që e mendoni më herët apo ndodhë për momentin? Po janë edhe të planifikume, po ka edhe spontante, për shkak se ndonjëherë nuk i kemi ato kushtet që që planifikojmë orën e mësimit ose plan programin që kemi, edhe duhet mu kanë kreative, unë këtë kam, edhe kam qef me mi u bo loja, po normal në përmjet planit që e kena në shkollë. Po, si shofin fëmijët këtë që jovë shpërndan videot në rrjetet sociale? Atë janë të knaqën, edhe kanë qef, shpesh ma bëjnë suse mua. Edhe ju jep vullnet për me ushtru edhe me punu. Gjithashtu edhe prind janë të knaqë se shohin fëmijët se si ambientohen atë në shkollë, edhe që janë mirë, edhe gjithashtu kom pas edhe komente tani se unë e kam qelë këtë për prind më shumë, të shohin fëmijët e tyre, për pas taj është pëlqy edhe më shumë për një rrethit më gjanë, edhe kam pas komente shumë të mira, edhe prej kolegëve kanë marrë ideja edhe më kanë përgëzu për punën që e bëj. Sa ju ndihmojnë rrjetet sociale për t'i motivuar fëmijët dhe prindërit që të jenë më aktiv me fëmijët? Po, i motivoj dhe kur i shohin ata edhe tani fillojnë edhe më kanë pyet shpesh për klubet, i drejtoj për çka është fëmija i tyne, çfarë mendoj, çka shoh potencial ta e fëmijë. Kjo është. I ndihmon ndoshta që edhe në shtëpi edhe me prindërit. Po, edhe me prindërit bëjnë aktivitet. Përveç sportit ti je aktive edhe si aktore, si lindi kjo ide? Si aktore, s'pari unë fillova me rrjetet sociale, u rritëm bësha video pozitive, kështu, edhe u bo një influencë me madhe, shikueshmëri me madhe, pastaj merr dhe oferta për me marrë pjesë në tregimet popullore. S'pari kisha stres, se nuk është një pjesë që kom bo më herët, por pasi që kontaktova dhe fola isha e drejt për drejt, se unë nuk e kam bo këtë punë si punë thërne, tani, okej, ta provojmë, edhe vazhdova, edhe atyve ju pëlqej, edhe publikut për i pëlqej, që shpesh kam komente, bile dishta me tik se më qojnë edhe video që gjyshet, stërgjyshet e tyne, ose nonat të po tregimet popullore. Edhe ajo më vjen mirë se ka gjitha mosha që po më shojnë. Më herët në kam pa rinia, po tash po më shojnë edhe tjerat mosha. Po, përveç komenteve pozitive, a kemi fakt edhe komente negative, si e merr këtë gjë? Ka komente negative, ama edhe kjo më ka orë që di shumë, që kom pas shumë pak komente negative, s'kom pas. Por, gjithë ka diqka. Shumë mirë. Nëse do t'i drejtoheshe vajzave të reja që ndrojnë suksesin, çfarë këshille do t'ju jepi nga përvoja jote personale? Une nuk i kam ri let, gjithçka më ka ardhur me punë. Ju kisha thënë veç mos dorëzohen edhe me punu shumë, sfida kanë me pas, duan me këmbgul për me mri diçka njëjtë. Nuk t'vjen veç falë, që shtojnë dhe ne. Kjo është ju kisha thënë vajzave, edhe mos të ndalëm për gjykime që i thojnë se në sport ose në art ne kena më shumë gjykime, po
le të vazhdojnë se së fundmi kur të mbrish aty ku e ki cakon, gjithë do të artrokisen. Po, si mund t'i menaxhosh të gjitha këto edhe aktore, edhe trajnerë, edhe mësimdhënëse? Nga njerë është shumë e vështirë se do më thonë koha, më lidhet koha se jam edhe atje, po mundohem, deri sa mundem me i mbajt gjithat, do t'i mbajt, deri sa jo se di, e kam profesionin me sport kryesore që është, po këto tjera t'i bëj, po, deri sa mundem. Dhe në fund, çfarë të bën të ndihesh më e plotësuar kur sheh suksesin në fushë, në skenë apo buzëqeshjen e një fëmije? Patjetër buzëqeshjen e një fëmije. Ajo të bën të lumtur, vërtet nuk di ç'me përshkruat që e ndjej kur jam në shkollë dhe kur e shoh që më dojnë edhe jam shembull për to. Çfarë projektesh apo synimesh ke për të ardhmen dhe a ke ndonjë fushë të re ku dëshiron ta provosh për veten? Për të ardhmen ka projekte, plane që kam, po me provu diçka tjetër se di. Unë jam e gatshme për sfida të reja. Nuk është kaq me provue diçka të re, sa jetës nuk i dihet. Po çfarë do të pëlqente ti ndoshta që dëshiroje ta provoja? Që nuk e ke provuar për vetë sportin dhe artit? Nuk e di, s'kam ndonjë ide. Unë e kam pas edhe një qef një profesion tjetër, ajo është veterinare. E kam pas qef se i du shumë kafshët edhe tepër edhe kam pas e kam fillu në shkop me i pru gjitha kafshët, po ajo është temë tjetër. Që ata e kisha dash me bo, po për fat keq nuk më përshtatët shumë me profesionet që i kam, e tash të është prej zero prap me fillu, është pak rëndë. Exona, faleminderit për kohën dhe ndarjen e këtij rrugtimi frymëzues me ne dhe të urojmë shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe për juve, edhe që erdhët, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua.